29 janar, drejtësia u përmbush. Sepse, nëse duke qenë armiq, u pajtua me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij, shumë më tepër duke qenë të pajtuar, do të shpëtohemi me anë të jetës së tij. Romakëve 5:10. Perëndia nuk është një babagjysh i dashur ose një Santa Claus kozmik, i cili thjesht jep dhurata dhe që në të vërtetë nuk shqetësohet shumë për ndonjë gjë tjetër. Jo, ai është i shenjtë dhe ai është i drejtë. Prandaj, ne njerëzit, për shkak të mëkatit ton, jemi të huajtur nga Perëndia. Ekziston një armiqësi mes ne njerëzve dhe krijuesit ton. Ky nuk është një mesazh të cilin e dëgjoni shumë shpesh, dhe sigurisht që nuk është shumë i këndshëm. Mirë po Perëndia nuk e anashkalon këtë armiqësi. Ai nuk e ka anashkaluar kurrë, dhe kurrë nuk do ta bëjë këtë gjë. Shkrimi është shumë i qartë në lidhje me qëndrimin e Perëndisë ndaj mëkatit. Në të vërtetë, pali i përshkruan qenjet njerëzore si armiq të Perëndisë, duke bërë të qartë se mëkati na ndan nga Perëndia. Gjuha e palit u bën njehon edhe fjalëve të psalmistit, i cili thot për Perëndin: Ti urren të gjithë ata që kryen padrejtësi. Psalmi 5:5. Një mesazh ky që në shikim të parë nuk është as i këndshëm për t'u lexuar dhe as i lehtë për t'u kuptuar. Atëherë ku është shpresa jon? Si mund të pajtohemi ndonjëherë me Perëndin? Si mund ta dënoj Perëndia mëkatin ashtu siç e meriton e megjithatë t'i fal mëkatarët? Çurtësi plot dashuri o Perëndi, mbuluar qem me turp e mëkat të zi. Adami i dytë erdhi të luftoj dhe ne të na shpëtoi. Me vdekjen e tij në kryq, Jezusi e përmbushi drejtësinë e Perëndisë. Ai mori mbi vete detyrimin ton për t'u bindur përsosërisht ligjit të Perëndisë, si dhe përgjegjësinë ton për faktin që dështuam ta bënim këtë. Më pas, ai e përmbushi detyrimin ton nëpërmjet jetës së tij të pamëkat dhe anuloi përgjegjësinë ton me vdekjen e tij flijuese në kryq. Kur të huajtja jon nga Perëndia rezultojnë në urrëtitjen e Perëndisë ndaj ekzistencës son mëkatare, ai nuk na braktisi. Përkundrazi, Perëndia erdhi dhe na pajtoi nëpërmjet birit të tij. Nëse ky nuk tingëllon si lajmi më i pabesueshëm nga të gjithë, ne nuk e kemi kuptuar siç duhet seriozitetin e mëkatit ton, as realitetin e gjykimit të tij, as madhësinë e shpëtimit ton. Për ne që kemi qenë të krishterë për një farë kohe, është e lehtë që familjariteti ynë, nëse nuk sjell përbuzje, të sjell vetë kënaqësi. Por vdekja e Krishtit nuk është vetëm pika hyrëse e besimit ton. Ajo është besimi ynë. Prandaj sot ndalo dhe shi Adamin e dytë, njeriun e përsosur, i cili korr sukses aty ku Adami i parë dështoi, dhe e mund djallin duke i kthyer mbrapsht efektet e rënies. Ky është ungjilli. Mëkatet e tua janë falur. Ti je shpëtuar. Dikur ishe armik, ndërsa tani je mik. Tani Krishti është siguria, paqja dhe jeta jote. Realiteti i të qenet në Krishtin nuk është çështje e parëndësishme. Ajo është garanci e mahnitshme. Kur ishim të pafuqishëm përballë mëkatit, fuqia e Krishtit na liroi. Kur nuk mund ta shlyenim dot një borxh kaq të madh, ai e mbajti atë mbi drurin e kryqit. 1 Pjetrit 2:24. Tani e ulur me të në qiej. Suksesi yt më i madh sot nuk do të ngrejë më lart se të ka ngritur ai tashmë. As përleshja apo dështimi yt më i madh nuk mund të rrëzojë prej aty.